Zjarret vijojnë të mbajnë në gatishmëri strukturat e emergjencave në vend, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 34 vatra në territorin e Shqipërisë. 5 prej tyre mbeten aktive, ndërsa 4 të tjera janë në monitorim nga autoritetet. Fokusi kryesor i operacioneve është zhvendosur në malin e Dajtit, ku zjarret janë riaktivizuar në të dyja anët e Kreshtë. Për përballimin e situatës janë angazhuar forca zjarfikëse të ADZM-s dhe 50 efektiv të forcave të armatosura. Ndërhyrja është mbështetur edhe nga ajri me 1 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Pavarësisht reaktivizimeve, autoritetet bëjnë të ditur se zjarri nuk paraqet rrezik për zonat e banuara dhe operacioni vijon edhe gjatë ditës së sotme. 2 vatra aktive janë raportuar në qarkun Dibër. Njëra ndodhet në zonën Ballejn Kosti, ku po punojnë forcat e shërbimit zjarfikës, ndërsa vatra në qafë të Helmës në Bulqiz vijon të mbahet në monitorim. Edhe në këto zona nuk raportohen rreziqe për banesat. Situata vijon të monitorohet edhe në qarkun Elbasan, ku zjarret janë riaktivizuar në malin e Dardhës, në Librazhd dhe në malin e Qukësit në Përrenjas. Në terren janë angazhuar efektivët e shërbimeve zjarfikëse, ndërsa autoritetet konfirmojnë se edhe këto vatra nuk kërcënojnë zonat e banuara. Në total, për menaxhimin e situatës janë angazhuar 219 forca operacionale dhe 35 automjete zjarfikëse. Forcat e armatosura kanë mbështetur operacionet me 60 efektiv, 1 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Ndërkohë, një tablo më i qetë paraqitet në Puk, ku vatrat në Gjegjan, Gojan të vogël, Gojan të madh, Prozhëm dhe Tërbun janë shuar. Megjithatë, zonat vijojnë të mbahen në mbikëqyrje, ndërsa strukturat e mbrojtjes civile mbeten në gatishmëri për çdo riaktivizim të mundshëm.